Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Padromat prishin urën e Dragostunjës dhe i hapin rrugë ndërtimit të aksit provizor. Zhbllokohet edhe situata e kamioneve që kishin mbetur në Qafthan. Partia Socialiste mbledh nesër grupin parlamentar. Kryeministri Rama pritet të bëjë të ditur qëndrimin e shumicës për imunitetin e Belinda Ballukut. Inspektorati i lartë i drejtësisë nis hetime disiplinore për Irena Gjokën. Magjistrata akuzohet për fshehjen e një dënimi të madh ndaj saj nga drejtësia greke. Vjojmë më gjërësisht me lajmet. Fadromat nisën këtë të mërkur shkatërimin e plot të urës së dëmtuar të Dragostunjës, të cila prej disa ditësh e ka bërë të pamundur kalimin drejt Juglindjes. Punime do të vijojnë me forcimin e skarpateve e më pas edhe me ndërtimin e një rrugë të përkohshme që do të shtrohet për gjatë hekurudhës. Ka nisur zyrtarisht mëngjesin e kësaj të mërkure demontimi i urës së Dragostunjës në vendin e njohur si Arat e Gurrës përgjatë aksit kombëtar Librasht-Prenjas, pjesë e rrugës që lidh Tiranën me Juglindjen e vendit. Struktura u dëmtuar rënd si pasojë rrëshqitjes dhe fundosjes së tokës, duke dalë plotësisht jashtë funksionit. Sipas specialistëve të terrenit, një lëvizje e fuqishme e masivit të dheut destabilizoi themelet e urës dhe shkaktoi çarje të shtresave mbajtëse, duke e bërë të pamundur çdo ndërhyrje riparuese. Për shkak të rrezikut të lartë për qarkullimin dhe sigurinë publike, u vendos shembja e kontrolluar e strukturës ekzistuese. Punimet po kryhen me mjete të rënda dhe nën masa të repta sigurie, pasi zona avion të konsiderohet me risk të lartë gjeologjik. Një ditë më parë u demontua edhe linja 110 kV e tensionit të lartë. Sipas raportimeve teknike, lëvizjet e tokës mbeten aktive në disa segmente përreth. Shembja e urës ka thelluar krizën e qarkullimit në këtë arterie të rëndësishme lidhëse, duke izoluar përkohësisht komunitete të tëra dhe duke devijuar trafiku në rrugë alternative rurale, të cilat nuk e përballojnë dot fluksin e shtuar të automjeteve. Drejtori i autoritetit rrugor shqiptar deklaroi se do të nisë puna për ndërtimin e një segmenti të ri rrugor alternativ në afërsi të zonës së prekur nga rrëshqitja. Sipas planit paraprak, rruga e re do të ndërtohet përgjatë linjës hekurudhore në shtratin e lumit Shkumbin dhe do të përfshi prishjen e plotë urës ekzistuese për të lehtësuar ngarkesën mbi segmentin e rrëshqitur dhe ndërtimin e një ure të re, ndërtimin e një skarpate natyrale stabilizuese, sistemimin dhe disiplinimin e urave sipërfaqësor në të gjithë zonën e prekur nga rrëshqitja. Maunet dhe kamionët e bllokuar në Qafthan për shkak të dëmtimit të rrugës në Librasht do të kalojnë përmes Maqedonisë së Veriut. Marrëveshja mes dy vendeve parashikon që mjetet e tonazhit të rënd të hyjnë në Shqipëri nga pika kufitare e Bllatës në Dibër. Pas 4 ditësh është zgjidhur situata e mjeteve të tonazhit të rënd që ishin bllokuar në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës. Burime zyrtare pranë kësaj dogane bëjnë me dije se ka nisur lëvizja e tyre drejt Maqedonisë së Veriut dhe më pas drejt pikës së kalimit kufitar të Bllatës, pasi të gjitha mjetet që ndodheshin në këtë dogan kishin si destinacion Tiranën. Zgjidhja erdhi pas një marrëveshje mes palës shqiptare dhe asaj maqedonase, sipas së cilës të gjitha mjetet e tonazhit të rënd që hyjnë në vendin ton nga Turqia dhe Maqedonia e Veriut do të kalojnë përmes pikës së kalimit kufitar të Bllatës në Dibër. Ndërkohë, automjetet e tonazhit të rënd që hyjnë në vend nga Kapshtica po përdorin aksin nacional Korç-Ersek-Leskovic-Përmet për të vijuar më pas drejt destinacioneve të tyre, ndërsa mjetet e vogla vazhdojnë të qarkullojnë në aksin Maliq-Moglic-Gram-Shelbasan. Policia rrugore ka shtuar patrullat në të dyja këto akse ku fluksi i lëvizjes së mjeteve është i lartë. Pronarët e hoteleve, bujtinave e restoranteve në juglindjet të vendit ankohen për dëmin ekonomik që kanë pësuar ditët e fundit. Sipas tyre, bllokimi i rrugës ka bërë që të anulohen 10 rezervime në Pogradec, Korçë dhe fshatrat përreth. Izolimi i juglindjes për shkak të mbylljes së qarkullimit nga Librashti në Pogradec ka sjellë anulim masiv rezervimesh. Hotelet, bujtinat dhe restorantet e Korçës e Pogradecit janë më të prekurat, duke sjellë kështu një dëm të konsiderueshëm ekonomik. Operatorët turistik shprehen se 2 fundjava tani më janë anuluar. Fundjava e shkuar dhe fundjava që po vjen, ne kemi pasur një radhë të madhe anulimesh. Të gjitha rezervimet tona janë kanceluar në moment
të fundit me njëherë pas gjendjes emergjente që është shpallur me rrugën Dragostunj. Dhe të gjithë bashkëpunëtorët tanë, po them, hotelet dhe restorantet kanë pasur të njëjtin dëm ekonomik me humbjen e klientëve që kanë qenë fundjavën e kaluar dhe fundjavën që po presim. Sa grupe vinë kryesisht nga Tirana ose vazhdojnë turin e tyre drejt Tiranës. Problem shumë i madh ka qenë prishja e rrugës Taksit që lidh Pogradecin me Tiranë, ku shumë grupe kanë anulluar prenotimet e tyre për të akomoduar në hotelin tonë, për shkak të kësaj gjendje që ne ndodhemi tani. Për shkurtin dhe jo vetëm, sepse kjo gjendje është një gjendje e atit që nuk mund të parashikojmë se çfarë mund të ndodhë. Anulimet e rezervimeve ka patur edhe në hotelet e Kolonjës, ndërsa rruga e cila lidh Juglindjen me Shqipërinë e Mesme është pothuajse braktisur nga automjetet. Kryeministri Rama pritet të bëjë të ditur ditën e njëjtë qëndrimin e shumicës parlamentare për çështjen e Belinda Ballukut. Në mbledhjen e grupit socialist është parashikuar edhe raportimi i 10 ministrave për punën dhe sfidat e agjendës Shqipëria 2030. Partia Socialiste mbledh të njëjtën paradite grupin e saj të deputetëve nën moton sfidat parlamentare për Shqipërinë 2030. Takimi i cili zhvillohet në Pallatin e Brigadave do të nisë me fjalën e kryeministrit Edi Rama. Burime nga Partia Socialiste bëjnë me dije se Rama do të bëjë të ditur dhe qëndrimin që do të mbahet në parlament lidhur me kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Pas mbledhjes së Këshillit të Mandateve, kreu i grupit socialist Auland Balla deklaroi se çështja e Balluku do të shqyrtohet në takimin më të parë të deputetëve, ndërsa raporti po hartohet nga Ulsi Manja. Ndërkohë, në mbledhjen e grupit socialist është parashikuar që të raportojnë 10 ministra, e secili prej tyre do të ketë 7 minuta në dispozicion për të prezantuar punën e dikastereve përkatëse. Në agjendën e bërë publike nga Partia Socialiste, nuk është përfshirë në raportim nga Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku. Në fund, mbledhja do të mbyllet me fjalën e kreut të grupit parlamentar Auland Balla. Një delegacion i partive popullore europiane ndodhet në Tiranë për të verifikuar standardin e zgjedhjeve të 11 majit. Politikanët e huaj zhvilluan takime me kryetarin e PD Sali Berisha dhe me forcat e reja politike, si edhe me ambasadorët kryesor në vend. Partia Popullore Evropiane, grupi më i madh politik në Parlamentin Evropian, ka mbritur në Shqipëri për një mision faktmbledhës në lidhje me standardet e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit vitit kaluar. Delegacioni drejtohet nga sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Evropiane Montserrat dhe për më shumë se 2 ora të qëndruan në salinë e PD-s ku diskutuan me kryetarin Sali Berisha, deputetët dhe zgjedhurit e Partisë Demokratike në pushtetin vendor për problematikën e zgjedhjeve në Shqipëri. Në përfundim të takimit, Sali Berisha preferoi të mos jap detaje për bisedimet, por sqaroi se standardet e zgjedhjeve dominuan bisedën. Presim një përpjekje të re të madhe, njërë presim rekomandime, sepse këta vinë për të na bërë rekomandime, ne jemi antarë në këto. Por presim njëkohësisht dhe një mbështetje të re për kërkesat tona, tash më të njohura, që Shqipëria të ketë zgjedhje të lira, që shteti ligjor të funksionojë. Berisha vuri në duke se ky takim zhvillohet në një moment të rëndësishëm për vendin. Vinë në një kohë shumë kritike, kur Edi Rama de facto ka asgjësuar sistemin e drejtësisë në kuptimin e akuzës për zyrtarët e lartë, gjë që është themelore në kuptimin e ndëshkimit të zyrtarëve të lartë që vjedhin qytetarë. Takimin e parë, misioni i Partisë Popullore Evropiane me 30 përfaqësues nga shumica e forcave politike të këtij grupimi e zhvilluar me ambasadorët kryesor në vendin tonë, ambasadorin e BE-s, OSBE-s, ambasadorin gjerman, italian e të ngarkuar me punë të ambasadës amerikane në Tiranë. Ata takuan përveç përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe kryetarët e partive të vogla në opozitë, përfshi edhe partitë e reja, Agron Shejaj e Adriati Klapaj. Partia Demokratike është antare e Partisë Popullore Evropiane, e cila është grupimi më i madh politik në Bashkimin Evropian. Pak javë pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi në Bruksel ndihmën e tyre për një mision faktmbledhës që të fokusohej vetëm tek standardet e procesit zgjedhor të 11 majit, i cili sipas tij ishte farsë elektorale.
Pasi Këshilli i Lartë Gjyqësor refuzoi verifikimin e Irena Gjokës, Inspektorati i Drejtësisë ka njoftuar se ka nisur hetimet për të. Magjistrati akuzohet për fshehjen e një dënimi të dhënë ndaj saj nga një gjykatë në Greqi. Pasi mori fatin në duar të gjyqtares Irena Gjoka, Inspektori i Lartë i Drejtësisë Artur Metani ka çelur hetim disiplinor për magjistraten për mos deklarimin e një dënimi penal që është dhënë nga drejtësia greke në vitin 2005. Ka qenë pikërisht ky institucion që ka njoftuar kallëzuesit e gjykatëses se ndaj saj po kryhen hetime. Ky vendim erdhi 3 javë pasi Këshilli i Lartë Gjyqësor refuzoi të verifikojë Irena Gjokën për fshehjen e dënimit që nga ana e prokurorisë së përgjithshme rezultoi se shkresa e dorëzuar për verifikim nga ana e Partisë Demokratike ishte autentike. Dokumenti me vula apostile sipas prokurorisë provon se Gjoka është dënuar për falsifikim të vizës në shtetin Helen. Prokurorisë ju deshën 20 muaj që të kryente verifikimin e thelluar ndaj saj për pastërtinë e figurës, ndonse më herët gjyqtarja kishte kaluar me sukses procesin e vettingut edhe në këtë kriter. Nga ana tjetër, edhe prokuroria e posaçme SPAK ka regjistruar procedim penal për veprën falsifikimi i vulave dhe i stampave ose i formularëve. Akuzat ndaj Gjokës u bën publike pasi ajo firmosi masat e sigurisë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha në lidhje me dosjen Partizani. Berisha dhe mbështetësit e tij e kanë akuzuar vazhdimisht Gjokën, duke pretenduar se ajo është në konflikt interesi dhe se ka fshehur të kaluarën e saj për fshirë këtu edhe dënimin penal në Greqi. Tokat e zeza dërguan këtë të mërkur dëshminë e të afërmit të biznesmenit Çayub Selimi, i cili u ekzekutua në vitin 2021 në Tepelen. Kushëriri tregoi detajet e krimit të rënd, duke thënë se nga plumbat u rrezikua edhe jeta e bashkëshortes dhe vajzës së tij. Leonard Selimi, i afërmi i Çayub Selimit, i cili u vra me 1 qershor të 2021-shit, dëshmoi në gjykatën e posaçme. Ai tha se njëri nga plumbat që kanë qelluar viktimën për pak mund t'i kishin marrë jetën vajzës apo gruas së tij, pasi te i shpoi derën dhe përfundoi te koka e krevatit. Jetonim në një pallat në Tepelen, kur ndodhi vrasja unë kisha ditëlindjen dhe isha brenda në shtëpi. Nuk dëgjova zhurmë dhe as nuk e pash autorin. Hapa derën sepse më ra plumbit e dera, më rrezikoi edhe vajzën e gruan. Nuk i dëgjova krismat e anëve. Gjeta plumbin brenda në shtëpi te koka e krevatit. Ja dhash të nesërmen policisë. Kur dola te dera pas gjak, u mundova t'i jap ndihmën e parë. I dilte gjak nga goja, nuk kishte reagim nga ana e tij. Doli nusja, pastaj dikush nga kati i parë dhe të gjithë të tjerët. Sa i takon autorëve të krimit, ai thotë se nuk ka dieni, por ka mësuar se viktima ka pasur disa konflikte. Para se të vritej, nuk dinim asgjë për të. Pasi u vra morëm vesh që kishte probleme. Kishte konflikte me disa çuna nga fshati i Veliçotit të Pelenës. Emrat nuk i di, por si fytyra i njoh. Janë 3 çuna, kanë bërë 1 herë ose 2 herë sherrë. Ishin rregulluar pastaj dhe erdhën te varrimi. Ishte mbyllur sherri. Por ndonjë sherr tjetër të hapur nuk di gjë. Nuk i jap dot shpjegim vrasjes. Për këtë krim i penduari i drejtësisë Artan Tafani ka rrëfyer se është paguar 25.000 euro nga Laert Haxhiu. Tafani ka treguar se kur e vrau biznesmenin Selimi, ai e kishte parë në sy teksa e qëllonte, pa e ditur se ku po e kapnin plumbat. Artan Tafani pranoi të bashkëpunojë me SPAK duke rrëfyer 17 ngjarje kriminale. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu tha këtë të mërkur se zhvillimet e fundit për korridorin 8, Shqipëria ka marrë një pozicion të rëndësishëm brenda aleancës. Ai foli edhe për masat e marra në kuadër të emergjencave civile që parashikojnë më shumë fonde për përmbytje dhe situatën e zjarreve. Nga angazhimi në bordin e paqes te konferenca e sigurisë në Myni dhe rekrutimet e reja në forcat armatosura. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu në një konferencë për shtyp u shpreh se gjatë këtij viti Shqipëria do të vijojë angazhimet për garantimin e sigurisë në vend dhe në rajon, si edhe do të rrisë kapacitetet mbrojtëse. Në këtë realitet të ri gjeopolitik do thoja që është theksuar edhe më shumë roli i vendeve si Shqipëria si faktor stabiliteti rajonal dhe ka bërë gjithashtu më të rëndësishme se kur mbrojtjen si një linjë diplomacie alternative. Ministri u ndal edhe te problematika e krijuar në lumin Shkumbin, që ka paralizuar qarkullimin e automjeteve prej 4 ditësh në aksin rrugor Librasht-Pogradec. Nën koordinimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, forcat e armatosura, veçanërisht komanda mbështetëse, baza mbështetëse e emergjencave civile, si kundër dhe repartet xheniere, kanë qenë të angazhuara në terren në vijimsi, vazhdojnë të jenë në terren edhe në këto momente. Sa i përket sezonit veror dhe rrezikut nga zjarret, edhe pse ishte parashikuar një flotë e re avionësh dhe helikopterësh, ministri theksoi se do të garantohet të paktën një avion i ri për muajt në vijim, në mbështetje të flotës aktuale. Është në negociate sipër
finalizim negociate, do thoja unë, blerja e 2 avionëve zjarfikës. Ka marrë kohën e dur sepse siç e dini, ato prodhohen për ne, pra nuk janë të gatshme në treg. Një element i negociatës është të mundsojmë që të paktën një prej këtyre mjeteve të vi sa më parë. Nuk mund të angazhohem dot tani do vi në kohë për sezonin, por synojmë që ta kemi një mjet këtë vit. Kreu i mbrojtjes u ndal dhe tek rekrutimet në forcat armatosura, duke theksuar se interesi ka qenë i lartë dhe se deri në fund të vitit do të jenë 326 vende pune të lira për të plotësuar. Një grup qytetarësh protestuan këtë të mërkur duke kërkuar kthimin e skuterave dhe motorëve elektrike, dhe pse kanë kaluar disa muaj nga operacioni për bllokimin e mjeteve, autoritetet nuk kanë ende një rregullore për përdorimin e tyre. 4 muaj pas ndalimit të qarkullimit të monopatinave, qytetarët dhe aktivistë u mblodhën në një protestë para Ministrisë së Brendshme. Ata kërkojnë kthimin e skuterave të sekuestruar, shfuqizimin e vendimit për ndalimin e tyre, si dhe dëmshpërblim për bizneset dhe qytetarët që sipas tyre kanë pasur humbje ekonomike. Anullo urdhrin absurd që kanë nxjerrë në 13 tetor. Kthej pronat qytetarëve që u ke marrë dhe degradohen në komisariate, dhe dëmë shpërblej ata që u ke sjell dëme, qofshin biznese apo qytetarë. Me pankarta në duar dhe të indinjuar, ata shprehen se monopatinat u lehtësojnë lëvizjen dhe punën e përditshme, duke theksuar se nuk janë kundër rregullimit të përdorimit të tyre, por kundër ndalimit të plot. Më është bllokuar komplet puna, sepse shkonin dhe vinin bashkë në punë, po e marr thjesht nga familja ime. Monopatina ishte një zgjidhje e drejtë për familjen time dhe unë kurse kohë dhe karburant dhe njëmit gatë që t'i përgjithë të kurse kartë e identitetit, ndoshta ndonjë patent, dokumenti dur, skafandër, diçka tjetër. Pajsoj edhe një biznes të vogël familjar që ne kemi për riparimin e skutrave elektrik, një biznes që paguan çdo muaj detyrime, taksa, qira dhe të paktën 4 muajt e fundit. Logjikisht ne na duhet të marrim kredi për të përballuar gjitha këto kosto. Është antiligjore nga fillimi në fund, sepse sekuestrimi i pronave private është absolutisht i paligjshëm, por bëhet fjalë për kosto miliona euroshe. Ndërkohë disa ditë më parë, ministra Koçiu ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga vendimi për ndalimin e monopatinave, duke bërë të ditur se po punohet për hartimin e një kuadri të ri ligjor që do të rregullojë këtë aktivitet. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.